Hemoroidet, ose majaseli siç i themi ndryshe, është një fjalë që e dëgjojmë mjaft shpesh, por që vjen me një farë sikleti, apo jo? E po, e vërteta është se kjo është një gjendje jashtëzakonisht e zakonshme. Pra, këtu do të bëjmë pikërisht këtë, do ta çmitizojmë temën, duke dhënë informacion të qartë, të drejtë për drejtë dhe praktik. Dhe për ta bërë këtë, ja cili është plani. Do të fillojmë me bazat, çfarë janë saktësisht. Më pas, do të kalojmë te simptomat e llojeve të ndryshme. Do të shohim çfarë mund të bëhet në kushte shtëpie, por edhe kur është momenti për të folur me një profesionist. Dhe në fund, do të prekim edhe trajtimet më të avancuara, pra një udhërrëfyes i plot. Atëherë, le të fillojmë nga fillimi fare. Para se të flasim për zgjidhje, duhet të kuptojmë rrënjën e problemit. Pra, pyetja e parë dhe më e rëndësishme, çfarë janë hemoroidet? Në thelb është shumë e thjeshtë. Mund të mendohen si vena me variçe, por në një vend shumë specifik. Janë thjesht enë gjaku në zonën e rektumit, që për shkak të një presioni të lartë, fryhen dhe irritohen. Pra, kur dëgjohet termi hemoroide ose majasëll, bëhet fjalë për të njëjtën gjë. Mirë, po nga vjen gjithë ky presion, shpesh shkaktarët janë gjëra të jetës së përditshme. Për shembull, sforcimi gjatë jashtëqitjes, ose qëndrimi për një kohë të gjatë ulur në tualet. Edhe ngritja e peshave të rënda e rrit presionin aty poshtë. E njëjta logjik vlen edhe për shtatzënin apo mipeshën. Të gjithë këta faktorë në thelb e bëjnë më të lehtë që ato enë gjakut të fryhen. Por, është e rëndësishme të dimë se jo të gjitha hemoroidet janë njësoj. Në fakt, vendi ku ato ndodhen përcakton edhe llojin e simptomave që shfaqen. Le të shohim dallimet kryesore. Pra, i ndajmë në 3 kategori kryesore. Së pari, ato të brendshmet. Siç e thot emri, janë brenda, dhe shpesh shenja vetme mund të jetë pak gjakderdhje pa dhimbje. Pastaj, kemi ato të jashtmet, që janë nën lëkurë. Këtu fillojnë ato simptomat më të bezdisshme, si kruajtja, dhimbja, entja. Dhe rasti më serioz, kur një mpikse gjaku formohet brenda një hemoroideje të jashtme, që quhet tromboz. Ajo shkakton dhimbje vërtet të forta dhe një gung të dukshme. Mirë, tani që i kuptuam, le të kalojmë te pjeca më praktike, zgjidhjet. Lajmi i mirë është se ka shumë gjëra efektive që mund të bëhen në shtëpi, si për t'i trajtuar simptomat, ashtu edhe për t'i parandaluar fare. Këtu kemi një strategji me 2 fronte, le të themi. Nga njëra anë kemi lehtësimin e menjëhershëm, një banjë e ngrohtë mund të qetësoj kruajtjen, ndërsa një komprese me akull e ul ëndjen. Nga ana tjetër, kemi parandalimin afatgjatë. Fibrat dhe lëngjet e bëjnë gjithë procesin më të lehtë, duke hequr nevojën për sforcim. E po, edhe ushtrimet e rregullta ndihmojnë shumë. Çdo hap i vogël ka rolin e tij. Dhe po aq e rëndësishme sa çfarë duhet bërë, është edhe çfarë nuk duhet bërë. Në thelb, ideja është të shmanget gjithçka që rrit presionin. Pra, jo sforcim, jo qëndrimi gjatë dhe kursesi injorimi nevojës për të shkuar në tualet. Një detaj tjetër i rëndësishëm, kujdes me disa ilaçe. Për shembull, ato me kodein mund ta përkeqësojnë kapsllëkun, ndërsa ibuprofeni nuk rekomandohet nëse ka gjakderdhje. Po mirë, ç'ndodh kur kujdesi në shtëpi thjesht nuk mjofton? Është absolutisht thelbësore të dimë se kur është momenti për të thënë, "Ok, më duhet ndihma e një profesionisti." Procesi është mjaft logjik dhe i shkallëzuar. Nuk duhet të kalojmë menjëherë te paniku. Pika e parë e kontaktit dhe më e lehta mund të jetë farmacisti, më pas mjeku i familjes, dhe vetëm në raste specifike dhe serioze, atëherë hapi i fundit është urgjenca. Dhe shpesh, ky hapi i parë mund të jetë gjithçka që nevojitet. Farmacisti është një burim fantastik për këshilla dhe trajtime pa recetë si kremra qetësues apo laksativ të butë. Kjo mund të jetë zgjidhje e plotë për rastet më të lehta. Mirë, po kur duhet caktuar një takim me mjekun? Ka disa sinjale të qarta. Për shembull, nëse pas një jave kujdes në shtëpi nuk ka asnjë përmirësim ose më keq, simptomat përkeqësohen, apo nëse vërejnë shenja më alarmuese si gjakderdhje vazhdueshme, humbje peshe pa shpjegueshme apo temperaturë, këto janë shenja që kërkojnë një vlerësim profesional. Dhe pastaj janë ato situatat që kërkojnë veprim të menjëhershëm. Janë të rralla por shumë serioze. Gjakderdhja që nuk ndalet, mpiksje të mëdha të gjakut apo një dhimbje padurueshme, këto janë flamuj të kuq, që nuk duhen injoruar kurrë dhe kërkojnë ndihmë urgjente, menjëherë. Dhe kur vizitat e mjekut tregon se nevojët diçka më shumë,
E po, në këto raste hym në fushën e trajtimeve të avancuara, që zakonisht kryen në spital dhe ofrojnë zgjidhje më afatgjata. Shumica e këtyre procedurave në fakt janë minimalisht invazive. Për shembull, teknika si lidhja me shqirit gome apo skleroterapia thjesht synojnë të ndërpresin furnizimin me gjak të hemoroideve, duke i bërë ato të tkurren dhe të bien vetë. Përparësia e madhe është se këto janë ndërhyrje vërtet të shpejta dhe shpesh nuk kërkojnë fare qëndrim në spital. Sigurisht, për rastet më kokëforta, kur asnjë nga këto metoda nuk jep rezultat, atëherë kirurgjia mbetet si opsioni i fundit. Ky është hapi më vendimtar dhe natyrisht një vendim që merret vetëm pas një bisede shumë të thelluar me një kirurg specialist. Dhe kjo na sjell në përfundimin më të rëndësishëm, mendoj unë. Pasi kemi parë gjithë spektrin e trajtimeve, nga një krem i thjesht e deri te kirurgjia, pyetja thelbësore mbetet kjo: a është parandalimi, në fund të ditës, mjekësia më e fuqishme? Përgjigjja duket se është një po e fortë. Zgjedhjet tona të përditshme, dieta, lëvizja, kanë fuqinë e jashtëzakonshme për ta mbajtur këtë problem larg, që në fillim